Strehimorja për gratë viktima të dhunës në familje gjatë ditës së sotme ka pranuar një donacion të madh që vjen nga kompanitë Bechtel dhe Enka, si një lloj përkrahje që këtyre grave sadopak plotësojnë nevojat elementare të përditshmërisë. Bëhet fjalë për produkte ushqimore dhe higjienike që plotësojnë nevojat e strehimores për një afat prej 6 muajsh. Pranim dorëzimi i donacionit u bë sot në hapësirat e qendrës për të drejtat e grave etika, sepse siç dihet, strehimorja për gratë e dhunuara nuk duhet të bëhet publike asnjëherë, sepse për shkaqe sigurie, vendodhjen e këtyre hapësirave nuk duhet ta dijë askush. Josh Baker, në cilësi të projekt menaxherit të konsorciumit Bechtel dhe Enka, u shpreh i emocionuar, por edhe i privilegjuar që bashkë me kolegët e tij po bëhen pjesë e zinxhirit që ndihmon gratë viktima të dhunës, duke u zëtuar që bamirësia dhe ndihma ndaj strehimores së grave do të jetë permanente edhe në të ardhmen. Real pleasure to be here on behalf of Bechtel Enka today to present Është vërtet kënaqësi të jem këtu në emër të Bechtel Enka sot për të dorëzuar këtë donacion. Pra, donacionet kanë qenë një koleksion nga i gjithë ekipi i Bechtel Enka. Të gjithë ndjejmë me pasion për këtë kauzë dhe për këtë organizatë të mahniqme bamirësie, e cila bën punë vërtet të madhe për gratë, duke siguruar vend të sigurt për ta dhe duke i përkrahur për një fillim të ri. Kjo është një pjesë e kujdesit që kemi për komunitetin ku ne po punojmë dhe jemi vërtet të kënaqur që jemi sot këtu për të mbështetur qendrën për të drejtat e grave etika. Ne zotohemi për t'i mbështetur edhe në të ardhmen dhe këtë që po e them e ndjej fort unë dhe ekipi ynë. Andaj është një privilegj i madh për mua që jam sot këtu. Ne jemi shumë të kënaqur që patëm mundësi të kontribuojmë sot me një sasi ushqimesh dhe produktesh higjienike. Bashkëpunimi ynë me qendrën etika do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe unë besoj që do të kemi mundësi të bëjmë bamirësi akoma më të mëdha, tha ai. Donacioni u pranua nga kryetaria e qendrës për të drejtat e grave Sbajet Zenku, e cila menaxhon me strehimoren e grave të dhunuara. Ai u shpreh se Bechtel dhe Enka me këtë veprim po shprehin një vlerësim shumë të madh për gratë viktima të dhunës, por edhe një dorë të zgjatur për të ndihmuar ato që të rikthehen fuqishëm në jetë. Ai uroi që shembullin e kompanive Bechtel dhe Enka ta ndjekin të gjitha kompanitë e vendit, duke dhuruar gjithandej ku shfaqet nevoja. Ky donacion vjen si iniciativë të gjithë të punësuarve në Bechtel Enka, të cilët të përkrahur nga menaxhmenti i kompanisë vendosën të mbledhin një sasi të madhe të ushqim afatgjat dhe mjeteve higjienike, të cilët do të jenë për shfrytëzimin e nevojave të viktimave që ne i kemi të strehuar në shtëpinë tonë. Do të kisha dashur shumë që edhe kompanitë tjera, siç është Bechtel Enka, të marrin një shembull nga ta dhe të donojnë jo vetëm në strehimorën tonë, por edhe në të gjithë vendet ku ka nevojë për përkrahje dhe ndihmë. Strehimorja për gratë viktima të dhunës po bën afër 1 vit nga koha e themelimit dhe deri më tani 10 gra janë strehuar nga dhunuesit e tyre, janë socializuar, janë punësuar dhe janë kthyer përditshmërisë në mënyrë të pavarur.